Mirë se të gjej, bashkë me të gjithë pjesëtarët e grupit Rull. Atëherë fillimisht na I prezantoj një herë me radhë. Okej, këtu në të majtën time është Denis Hima, kitaristi. Përshëndetje Denis. Përshëndetje. Dhe këtu është Bilma. Bilma thuaj hi. Hi. Dhe kjo është Klajdi. Hi, Siç kuptohet, ai është baterist, basiste. Kemi hi. Dhe jemi të gjithë anglisht, po. Dhe mirë se na gjetët, mirë se na erdhët, më fal. Çfarë shënon dita e sotme për ju? Dita sotme është një koncert në cikël të promovimit të albumit tonë të parë, The Day Before Tomorrow, I cili është lançuar vitin e kaluar. Dhe le të themi jemi në vigjilje të albumit të dytë. Dhe ky koncert është nuk është përmbyllje të ciklit sepse Rull sapo ka filluar, por është në atë linjën, në atë chainin, në atë zinxhirin e koncerteve. Sapo kemi nxjerrë një klip tjetër që quhet Twisted, që kam pasuar The Day Before Tomorrow dhe All Star, dy single të tjera të pjesë albumit që fatmirësisht janë pritur shumë mirë edhe jemi shumë të kënaqur për ecurin. Sa kohë keni që punoni për këtë album? Sa kohë ju ka marrë? Albumi, në fakt historia e Rullit është e hershme sepse unë kam ideu Rullin që prej 2016-s dhe pastaj e lash për shumë kohë, pastaj pata një val tjetër në karantinë dhe më në fund I dhash atë kolpon finale vitin e kaluar. Pra mund të themi që kanë qenë këngë ose projekte të lëna pezull dhe tani janë realizuar? Totalisht. Kënga më e re që ka qenë album është bërë në 2020-ën. Kështu që por që procesi është gjithmonë I bukur, sidomos pjesa që ne shijojmë më shumë është provat për performancat live, sepse për atë është I gjithë Rulli, shumë më shumë se sa pjesa e studios. Edhe kështu, kemi përveç CD-s që është një version, po themi 2018 të diskut që ka dhe bonus tracks, kemi bërë dhe promovimin e vinilave ose pllakave të gramofonit, që dhe ajo është një risi për në vendin tonë dhe edhe për atë jemi shumë të kënaqur që kemi bërë këtë hapin e parë drejt kësaj. Na trego pak më tepër mbi këngët. Sa këngë bëjmë pjesë, sa këngë do të dëgjojmë sonte dhe nga je frymëzuar dhe çfarë peshë ka pasur secili antari I bandës pikërisht në këto krime? Ne fakt kemi formuar gjatë rrugës, po themi, sepse line-upi formacioni fillestar ishte ndryshe, më pas erdhi Bilma në grup, po flas në fillim të albumit të parë, më pas Denisi dhe së fundmi edhe Klajdi në bateri. Dhe me thënë të drejtën pëlqen shumë qoftë puna që mund të jetë bërë për këngët. Albumi I parë ka qenë I realizum I bërë gati po themi nga unë vetëm që prej vitit kaluar, por edhe puna që bëjmë për të realizuar performancat live është shumë e bukur sepse jemi 4 njerëz që pothuajse s'kemi asnjë gjë të përbashkët me njëri tjetrin. Edhe gjithë ky kaos edhe po themi që organizim në I herë sepse jemi të gjithë të ndryshëm në perceptim në gjonave, bën gjithë procesin shumë të bukur. Dhe së fundmi, ku mund të gjejnë njerëzit këtë album? Ku do të lançohet? Albumi është I lançuar në të gjithë platformat digjitale, në shumë se po di tani. Në YouTube janë edhe videoklipet, sigurisht në faqen tonë të Instagramit Rull Music. Dhe ndërsa albumin fizikisht CD-t janë në Gramafon, që është një po themi distributor fizik I albumeve dhe I
pozitive apo vinilave. Gjithashtu vinilat janë në disa pika të ndryshme në Tiranë, në ato vende shumë ekskluzive që mbajnë vetëm vinila, do të thotë që janë të ndryshme nëse mundi përmend Gramafon, Soma, Destil, Tulla, që janë po themi këto vende që janë dedikuar artistëve dhe krijimeve origjinale po themi.